Sapo është mbyllur finalja e madhe e kampionatit ndërkombëtar të basketit 3x3 në basketboll për femra, ekipi i Shkodrës Stars Power u shpall kampion duke mundur ekipin nga Tirana, ato e janë në finale me rezultatin 21-10. Ingrid Dashja, protagoniste e këtij suksesi. Urime Ingrid. Faleminderit shumë, faleminderit për prezencën tuaj dhe për suportin. Një finale emocionuese, me të vërtetë shumë interesante. Ishte finale emocionuese në fakt, ishin shumë ekipe pjesë, si vajza të reja, ashtu dhe vajza me shumë eksperiencë, dhe në fund u pa edhe tek finalja që dy ekipe që ishim finaliste ishim gjithë me vajza me eksperiencë, pra që ishin mosha pak më të rrituna, jo me ekipe të reja, kështu që nesha ishte e vështirë, por ja dolëm me sukses dhe ishte shumë kënaqësi. Ju keni vite që luani si basketbolliste vllaznisë kombëtares, si trajnerë vllaznisë, si trajnerë kombëtares, por kjo është një format tjetër, 3x3. Si e ndjeni veten? Them drejtën, ishte hera parë për mua që merresha pjesë në një 3x3. Ishte shumë interesante, shumë e bukur. Në moment parë pata pak emocione, them drejtën edhe unë, edhe pse kam një jetë në fushë, sepse nuk jam mësuar me lujt thash 3x3, ishte hera parë, por kur hyn në fushë, si çdo sportist tjetër, harron gjithçka dhe mundohesh me dhënë maksimumin aty në fushë. Një publik i shumët, por mes tyre ishte edhe bashkëshorti juaj së bashku me djalin që është juan këtë sukses. Të kup që mund ta ngrini pak më lart se të shikohet edhe në kamerën tonë. Dedikimi shkon edhe për to, patjetër. Dedikimi normalisht për familjen, janë bashkëshorti, djali, prindët e mi që më suportojnë çdo hap. Po mos ishte për ta, unë nuk do të isha më pjesë e sportit, sepse normalisht jeta merr kthesa të tjera, jo puna, jo familja, por i kam pas gjithmonë krah dhe mbështetje. Kështu që sa të jem me Zoja do të vazhdoj të jem pjesë të paketit, qoftë si lojtare, qoftë si trajnere. Dhe uroj që të ketë sa më shumë organizime të tilla. Si për ne, ashtu dhe për vajzat e reja që të promovohen sa më shumë, të njihen me njëra tjetrën dhe të krijohet mundësia. Ingrid, urime për këtë trofe. Faleminderit shumë.